kush mendoni ju se është palloshi i gjatë dhe çfarë do thotë në shqip palloshi i gjatë? Së pare njerë që ky lloj fjalori, që ne mendojmë që u ligjemi pavarësisht një krah i caktuar, diku PS, diku PD, e majt apo e djathti. Por ne edhe e dinim ti, por në këtë parfe e di, që njerëz të sferës që kanë në dorë fatet e vendit, ministër, kryeministra apo kryeministër, dhe të flasin me terma shumë të dobët se fjalori arrogant. Arrogant do të thotë shqip, ashtë i rrugës. Fjalor rrugaqërie, pra. Ai palla, ai palloshi, ajo ka u rëveja, që duket me imagjinoj që gjua shqipe nuk para e pranon edhe si terma këto ti. Po në fundit kurba kurvësh, një gjë beja është veja, kurvë që e drejt me fjalë. Edhe ai palloshi, ajo palla. Palla, që është mbrojtja, palla. Po gjua shqipe e bën nga pall, që është një diçka mbrojtëse, e kthen në pallosh, që është i pa mbrojtur, e kthen në metatez, e kthen në një, si punë log, fjalë mençur. Logje është logje kavaje, logje të fjalë pa menduara. E njëra gjë, pall është fjalë mbrojtëse, ose është mjet mbrojtës. Pallosh është njeri pa mbrojtur që diku e kap, diku do shptoj, do ta kapi ligj. Prandaj edhe i ka thënë që unë jam mund të vesh pantallona dhe do të marr me vete. Dhe unë mendoj që shara në gozhdë diku dhe dikur do ngel. Nuk mundet kur që një kryeministër nuk po merret me termat e zonjës në fjalë, po merret me vetveten, me kryeministrin, i cili ka futur si Enveri gjithë kolegët, nga 61 bashkiak, 32-3, edhe 3-4 janë gati, i thonë 40 bashkiak në burg, nuk është pak. Nga kaq bashkëpunëtor në rang ministras, zënës ministras, edhe drejtoras, të futesh më shumë se gjysmë e tyre të jenë në burg, nuk është pak. Edhe ti të ngelesh i papajshëm, ti të ngelesh që ata e dinë dhe majnë përgjegjësi për fatin e tyre, ndërkohë që është pa mundur për dy gjëra. Ose ti je pjesëtar dhe pa firma, pa dokumenta, i ke marrë pjesën tënde në këto vjelle galopante, po janë vjelle të tmerrshme, 50 milionë euro. Po 50 milionë është ajo që bëri bujnë, po janë dhe 50 milionë të tjera brenda projektit që këtu ndërtuan kaq gjëra, se projekti doli me 2 urat. Pyetja ime tani, ku janë 2 urat? Si punë e di që çfarë ndërtoni ju? Ne ndërtojmë dhe marrim me një shifër ta evangelet për ne thaj. Po ju thaj, po ne thaj, ja shikon ato 2 ura thaj. Se din gjithë tash janë, po e shikon thaj, ja 2 ura. Nuk po i shoh thaj, unë i mora gjitha thaj. Eksakt. Që 2 ura që ishin në projekt në tunelin e Llogaras nuk ekzistojnë. Dhe askush nuk flet për të gjëra. Ndërkohë që shqiptari merret me le të themi Ariu Engri nisin atje në Veriti. S'po e them se Artur Bimati. Se i dua shumë ata ti. Edhe 4 veta pranë Ariun dhe e morën me kështu çfarë quhet, me shkopin, i ngullën shkopin. Edhe morën pse ante ca misër që këta kishin lënë pangrand. Masi i prem pyllin këta, i prem pyllin ku jetonte Ariu, masi nuk e lanë të ante Ariu pjesën e vetë, se Ariu do ajë pjesën e vetë. Normal që Ariu do vinë të anë, po këta nuk thonë Gjugoslavi për kryeministër, për zënës kryeministër, për ministër, për kryetar bashkie, që u vjetë gjithë ditën i rje. Nuk thonë Gjugoslavi. Edhe fjala korrupsioni, dhe nga fjala ropi, corruption, anglisht, ropi, gjallë. Kjo është korrupsioni pra, e ropit. Edhe këta, qoftë që ata jashtë të rjepin me një shifër, 8%, 9%, asnjëherë mbi 10%, ata jashtë nuk e njohin ata milion euro dhe, si vidhet këtu ti miliona euro dhe. Këtu vidhet me 99%, është kundërta e tuajve. Këtu vidhet me 2 shifra, 10, 11, 20, 50 e me radhë. Dhe prandaj quhet e rjep për si gjalli, corruption, korrupsion, pra. Më shqip nuk jenë dot ta shpjegosh të fjalë. Dhe ky fjalor që ka përdorur zënës kryeministri aktuale, fjalor shumë i rëndë vëllai, me një imagjino që jo me nivelin e saj, po me një nivel shumë herë më poshtë se ajo. Do të kaloj disa shkallë që ministrat veke drejtori. Tjetër, si ka mundësi, si ka punuar kjo me këtë kryeministër kur kishte këto epitete, këto
përcaktime, këto definicione, këto përcaktime në karakterin social të kryeministit. Si punon kjo me këtë? Si merresh vesh me këtë? Kur kishte këto mendime për teti. Edhe këtu është çështje tjetër. Pastaj, ky zoti kryeminist që masi ka futur në burg më shumë se gjysmën e kryetarëve të bashkisë, më shumë se gjysmën e bashkëpunëtorëve të qeverisë. Ky asnjëherë nuk ka faj kë. E para që mund të qenë pjesë, nuk ka qenë pjesë. E dyta, po kjo me vështirë, që ja pas kanë ellur gjithë pra. Nuk ka fare përgjegjësi ky. Po ty bie një urë që ikën edhe ministri i transportit, bie një urë jashtë shtetit, ikën dhe kryeministri për atë urë, që s'ka lidhje kryeministri me urën pra. Po edhe ministri ndoshta s'ka lidhje me urën, po ikën për efekt, për kod moral. Atëherë, në gjithë këto ngjarjet, 12 vjet, 2013 sot, ky kryeminist për kod moral, asnjë s'ka gabuar ky? Ka qenë shumë i zoti ky, nuk është treguar asnjëri mjefti. Kur s'ja pas ka ndellur ti? Ky s'ka marrë as i kokën leku ky ti. As i kokën leku s'ka marrë. Ky është si Enveri që deli kulluar dhe po ujë trubullohet rrugës, këtë do na thonë shqiptarët. Pastaj kur vjen ke çështja e madhe që është votimi, po mirë ti populli, do të thonë populli. Fajin e ka Saliu, e morën vesh. Pa fund Saliu fajin. Po edhe Rama nuk ka faj, dakord edhe kjo. Po mirë ti popull, dhe të pyetë ty. Ti në Berat, ti në Tepelen, ti në Klos, ti në Vlorë, edhe ti ku bë tjetër ajo, në Trik. Ty popull ti. Por nuk ta ndjen fare ty? Gjithë këtë fjalor vagabondash midis njëri tjetrit, gjithë ky 50 milionësh ti. Po të pak të mbaj qëndrim, vetëm po, jo shumë i mirë ti djali i PS-s, jo i shkëlqyer djali i PS-s, s'ka ku të vej më, por nuk do votoj ty për shkak të partisë tënde, për shkak të kryeministit tënd që janë bërë thakma të mëdha. Për të gjë nuk do të votoj më. Po një herë vetëm, mos ta votosh një herë, voto ndryshe në mënyrë që ai të marrë përgjegjësinë edhe në dytë. Një herë, të humbi një herë. Po fitoj ti në të gjitha instancat ti, bashki, drejtori, qeveri, fiton vetëm krau majt, po krau majt fundit, çfarë? Prandaj konservatorët, këtë gjë që është në Shqipëri. Po prandaj është besuar e djata konservatorë, këta që mbajnë familjen, mbajnë qeverinë këta, të djatët. Nësa të majti dorë kodi e majta, dorë kod, dorë që duhet. Por nuk është domosdoshmëri është e djata. E majta, dakor, ndihmës. Të duhet të ta marrësh, një herë, dy herë. Po mundet ti të kesh pushtet të përjetshëm, zoti gazetar, kur lumi, ligji natyror më, lumi bën një meandër djatas, nuk bën dy meandra lumi në të njëjtin drejtim, gazetari nderuar. Bën një meandër djatas, një meandër majtas. Një meandër djatas prap një meandër majtas. Pra ky është ligji natyror. Një herë këtej, një herë këtej. Ore zëm se e meritonte, nuk janë bërë këto vjedhje, nuk janë bërë këto fjalore, ore meriton. Po vetëm për shkak të ndryshimit më bëj. Po ta them ligjin e lumit pra, një herë djatas, një herë majtas. Një herë uji pra, uji që mush 365 ditë. Mbasi e bekonti bën një cikël tjetër një vjetor, që herën e tretë e jet në lumti ujin e bekuar në 6 janar që e jet vitin e dytë, ciklin e dytë, rridhe një vit ajo se është e bekuar, por nuk e mban më ti me që është ujë bekuar, e jet në një urë caktuar. E njëjta gjë. Një herë deri 2 herë, prandaj është presidenti i Amerikës me ligje natyre. Po edhe uji ku më buri edhe kur arrin dhe e mban shelegun në krah, që e çon ke familja, zgjidhet prap komandant. Po e sigurt që kur vetë 8-9 vjeç ujku, nuk e merr dot më delën krati. Edhe e le rrugë të zgjidhet komandant tjetër. Pra, një herë deri 2 herë ujku zgjidhet komandant i familjes, i tufës. Po nuk zgjidhet më për së tretë herë. Pra ligje perfekte natyrore. Atëherë ju qytetarë që votuat tani, për shkak këtyre gjërave që kanë ndodhur, nuk ta vëren. Po mirë ky ndryshim që është ligj natyror, që nuk është dhe ligj biologjik, po që edhe biologjik, nuk është dhe ligj social. Kaq e thjeshtë është. Ai sa i thanë edhe gjyshi tim, ku do votohesh për herë dytë deputet në 124 me panolin. I thanë ndryshimi bujku, beu i madh, është më i madh se beu. Po unë mbaj me bukë thaj. Më mbandi thaj, po ndryshimi thaj, fshatari. Imagjino sa i mençur 1924. Ndryshimi është më i madh se beu i madh. Të njëjtë gjë që bër e krem Bejvlorës. Bujku në Levan të Fjej, në Agd, që kishte be, edhe tha ndryshimi tha be. Pra ishe mod ndryshimi, e kishin shumë fshatarë që ndoshta duke jo të mençur, por ose ose jo të dukshëm e kështu, po ishin mençur. Nësa soti Kapeli aty, Shkopi, Bastuni, edhe ti voton Bastunin, po vetëm për të gjemën duhet ta ndryshosh.
Pra unë s'kam gjë, unë s'jam kur as me të djatën, s'jam kur, se unë jam një djatë në origjinë, s'kam si të jem kur i majtë, por jo se e respektoj të majtën, e pëlqej të majtën, e dua të majtën, e dua për atë të adeut, po si të majtë nuk i dua kur. Po për atë të adeut, pa tjetër, që i dua, kam miq, kam shok, do vetë të bëj një klub djem të Berati, do vetë ndihmoj kryetarin që fitoj, por ama unë isha për ndryshimin, pa më që i kisha lëndra të kryetarit. Kam marrë besë. Po për ndryshimin, sepse ai djali shkëlqyer, po edhe tjetri djali shkëlqyer, familje shkëlqyer ai tjetri, qytetar ky, qytetar ai, me shkollë ky, me shkollë ai, po ishte ndryshim, ky ishte i pavarur, ose do bënte si pavarësi e shoqërive, e Beratës, nëse ai është i varur. Do ai, djali shkëlqyer, do ai, por nuk do ai lart. Siç nuk ka dashur, Beratin e bëri UNESCO. Edhe bëri ky djali tjetër që ishte në kandidat nga shoqëria e pavarur. E bëri ky tjetri Beratin UNESCO që fitoi neve sot. Se shtëpia ime aty ishte para 10 vjet para UNESCO-s, por nuk njihte njëri ato. Shtëpisë time dhe shtëpitë të tjerëve të Beratës. Po kur bë UNESCO, edhe jo se e bën këta, e bën këta djem. Gjoxh Xhallami, Pablo Scarpa me shok, këta e bën Beratin. Edhe disa emra të tjerë, dhe unë ai sa në ato vite, po më shumë këta. Edhe Berati është që merr frymë në kuadrin e patentës së UNESCO-s. Këta mburën, marrin taksat e këtyre 1200 sa jemi ne butina e tjera. Po, prapë, i quaj normal, i quaj shumë mirë, edhe kanë ecur, edhe kanë bërë. Kështu që në kuptim është që është një fjalor tip të vë kapakun, një fjalor prej arrogantësh, një fjalor që nuk e kanë mendjen për të qeverisur Shqipërinë, por bën një punë për të vjedhur dhe edhe për të përvesuar dhe jo për ta bërë për vendin. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për barazinë gjinore ku çdo kush tani mund të shprehet vetë se si e ndjen veten. Çfarë mendoni për këtë ligj, sa duhet kishte kaluar? Po nga vetë mënyra që ligji u mbajt, u votua natën, ku nata vetëm për punë të pista është. Vetëm këtë mënyrë që unë do thoja që kishin frikë ta votonin ditën për shkak të 200 protestuesve, ndoshta. Po pse jo ditën? Sepse ligji nuk ka frymë. Ligji është idealzuar. Kurse si i bekuar. Se çdo ligj ka bekimin e popullit. Një ligj ku vetë organizatat ose vetë njerëzit të komunitetit LGBT janë shprehur se nuk kemi pyetur. Imagjino grupet e tjera që është një popull i tërë, që do të ishte një ligj me referendum, që do të ishte një ligj me diskutime më të gjerë, më të madh publik, si askush ligj tjetër. Dhe këta arritën në mes të natës, s'ka rëndësi ora 8-9 të darkës, s'ka rëndësi e ka pra. Po mes natës mund ta quash natën pra, i zuri nata aty. Ku natën dihet, vetëm punë pista bën, siç e thash më lart, po edhe punë hajnish. Dhe këta dikush e njifte, dikush nuk e njifte, dikush e kishte lexuar nga deputetët një zëri 77, e ta mendojnë që me që edhe numër djalli, kujdes, 77, 66, edhe këto nuk janë numra serios, numra në kuptimin që sollën një vëmendje jashtë realitetit, jashtë doktrinës familjare shqiptare, ku Panteli Krisua ka mbrojtur një doktoraturë për familjet shqiptare në 1945 mbasi u aratis nga Shqipëria, e cila kjo doktoraturë e Pandi Krisos, kjo doktoraturë shërben si një nga disa nenet bazë të bashkimit të kushtetues europiane, pikërisht me doktoraturën për familjen shqiptare, që është familja më e vjetër. Po mos të në botë paktën në Europë, me traditat më të vjetra, me zakonet, me kod nderi, kod familje, kod gruaje, kod buri, ka të gjitha. E ta më fjalë për fjalë, ka kod burrash, kanuni, ka kod gruaje, ka kodin e nderit, ka kod familje pra. Ndërkohë që ne s'kemi ligj për familjen. Mbasi kemi edhe dy ligje, që është ligji mos diskriminimit dhe ligji për barazi gjinore, i kemi këto dy ligje që 2012-2015. Dhe të ndërtosh dhe të transpozosh një ligj, bila transpozim nuk quhet, që do të thotë që ti e sill nga vendet europiane. Sepse Bashkimi Evropian, 21 vende prej tyre, nuk e kanë gëzuar, mbështetur këtë ligj. Francë, Itali, Poloni, Portugali, Spanjë, Kroaci, janë 21 vende që nuk e mbështesin, nuk e duan këtë ligj. Tjetra, nuk ke direktiv Bashkimit Evropian
veç dy gjinive që quhet burr dhe grua. Nuk ka gjini neutrale. Bile në Francë, kushtetuta ka hedhur poshtë edhe se ka pranuar kur gjini neutrale në Francë disa vjet përpara. Ndërkohë që këta nxituan që të bie një ligj në një situatë që Shqipëria është një shumë e vështirë për nga pikpamja ekonomike, pikpamja sociale, pikpamja e gjendjes së shtresave në popullsinë shqiptare, ku mendja është me ik. Në vend se ndërtohen se si shqiptarët të rinë, pastaj edhe shqiptarët të vinë, po ndërtohen gjëra se si shqiptarët të ikin. Dhe në të kuptim, ligji që nuk përmendet shumë atje familja, burri, gruaja, duket siguruan barazi gjinore, por në fakt është barazi pa merit. Sepse thotë që do kesh 30 deri në 50% të pjesëmarrjes në një komision caktuar, në një komitet caktuar, në një ndërministri caktuar, do kesh një pjesëmarrje të gjendereve të grave, ku sigurisht në atë gjender i lihet hapësirë të ardhmes që të bëjnë pjesë ta 1, 2, 3 nga këta komunitete që kërkojnë të devijojnë asimimin natyror të fëmijëve në bazë të ligjeve të Zotit, në bazë të asaj që quhet kanun, që quhet Bibël, që quhet Kur'an. Pra, këto librat e shenjtë që familjen e kanë bazë të shtetit, së bashku me pronën bëjnë dy shtyllat bazë të një shteti, të një populli, të një kombi, të dyja këto njërin e prishin atë që quhet pronë, dhe tjetër kërkojnë të prishin dhe atë që quhet shtylla që është familje, që është një shtet i vogël brenda shtetit të madh. Dhe në të kuptim, këta kanë futur terma që shumë njerëz edhe si lexojnë dhe si kuptojnë, ose edhe bëjnë sikur si kuptojnë. Për shembull, termi individualitet i shumëfisht, termi familje mbështetur edhe mbi familje fluide ose mbi personalitete fluide. Gjë thot një personalitet fluid, që ti dhihesh bie fjala mashkull dhe ngrysesh femër ose e kundërta. Burr apo ngrysesh grua. Personaliteti shumëfisht, që ti ose individualitet i shumëfisht, do thotë që ti ta hapet rruga për të qenë as burr as grua, por një neutral, po u bën 3, mund të jesh trans, mund të bën 4, mund të jesh grua për grua që lindi objekti martesave apo burr me burr, që u bën 6. Deri tani 6 mund të krijohen edhe 6 variante apo 6-10 variante të tjera. Dhe këtë bësh tash me një lloj arsimimi të detyruar që njeriu kanë gjetur një sociolog botror, që normal lindoj një psikopat i tillë dhe thotë që gjinia nuk është ajo që është dhuruar nga Zoti, që është dhuruar nga natyra, po gjinia ashtu si ndjehesh ti mund të transformohesh. Dhe kjo është koncepti i kombit, që kombi, Adam Smith thotë që kombi është ai popull që ka njëjtin gjuhë, ka njëjtën kafshë, njëjtin gjak, njëjtën histori, njëjtën dhimbje, njëjtën dashuri, njëjtën veshje, ky quhet komb. Lindje tjetër, një mortje, edhe thotë komb është ai njeriu që nuk ka rëndësi se këta përkatësie në gjuhë ke, po ashtu si ndjehesh ti. Dhe këta kanë futur në dhjetor të 2024, ta kanë futur vendimin VKM të qeverisë që ti shprehesh në fshatat e jugut si ndjehesh. Ndjehesh, por nuk lejohet si ndjehesh amerikan, francez, angles, e ti të marrësh pasaportë angleze, amerikane. Po vetëm duhet thuaj që ndjehem grek, apo ndjehem serb, apo ndjehem bullgar, apo turk, në këto lejohet. Ti të thuash, edhe fshati me 21% merr një shkollë, një kopsh, një rrugë, një qerdhe. Dhe me 51% fshati në 100 veta, 51% kalojnë në këtë lloj dëshire që ti shpreh, ti kalon në një asociacion pro-grek, apo serb, apo turk, apo bullgar, apo maqedonës. Rëshqet, fluid, e njëjta gjë pra. Që ty të çelet një lloj ligji, kur në vija të trasha edhe mund mos ta kuptosh në vija të trasha, por i qel rrugë që këta që janë komunitet, që janë me bazë dëshire, jo ai që mund të ketë lindur, ata janë shumë të pakët dhe ata bile duhet të mbrosh, duhet të mbështetesh, nuk i akuzon njëri. Po një gjë është, çka kanë ata ti që merren me fëmijët tandi? Se ne nuk kemi gjë me ata ti. Se çfarë bën ai LGBT-s, transformohet, shndërrohet, ka jetën e vet, atë homoseksuale bie fjalë, nuk e di jam termat e dur, sepse sot ligjet të bëjnë që ti të provosh pafajësinë e ndonjë fjale natyrore që ty të shpëton nga edukacioni 10.000, 20.000 vjeçar, nga edukacioni jot familjar konservator.
tu sfëton në fjalë, ai ka drejt që të dënoj ty apo të pandej ty dhe ti do vërtetosh në gjyq pafajësinë tënde. Pra imagjino se në çfarë lloji drejtimi ulluku do futesh për sfëtuar veten nga një mendim konservator apo nga një shprehje konservatore që ty të del nga shpirti, nga gjani ose nga edukacioni jot natyror. Këta nuk duan kështu. Këta duan edukacion ideologjik, që do të thotë që shteti merr fëmijën në dorë, që do të thotë që fëmia për një pullem të prindit ose për një ofendim të prindit mund të thojë që prindi më ofendoi etj. Dhe ty ta merr shteti në dorë fëmijën dhe ta bën atje te rruga e satanait, te ata gjatpysti që sepse janë me miliona fëmijë të humbur. Janë këto familje që janë fluide, do të thotë që mashkull me mashkull, që nuk do bëjnë fëmijë. Femër me femër që s'kan fëmijë. Që do të thotë që fëmijë më pak, që do të thotë familje më pak, se vetë familja. Çfarë do të thënë? Fëmijë le e vetmja gjuhë që është gjuha shqipe që jep shpjegim etimologjik, koncept, kuptim ekzistencës familjes. Fëmijë le. Ai që nuk ka le fëmijë, ai nuk quhet familje. Burrë grua, dy bashkëshort që janë që ndahen, që rinë etj. Por aman kur bëhen fëmijët lidhet familja. Fëmijë le, lind le. Pra, shikoj gjuha shqipe sa bukur ka formuar dhe termin dhe konceptin 10.000, 20.000 vjet përpara për konceptin familje, fëmia, le, familja. Kështu që në kuptim këta është një ligj, për mua është ligj monstruos dhe unë do përfitoja nga rasti të thoshja që gjitha shoqatat që e tregoi edhe vetë ajo zonja Luana apo zoti Irsida apo çfarë duash e quhen, që tregoi makinacionet që për atër të një basje bombardojnë një fëmijë 14 vjeç, 15 vjeç, minoren deri në 18 vjeç, basje bombardojnë me një ideologji se siç këputet nga naturaliteti, pastaj e bombardojnë me gjoja, me projekte që i marrin vetë, që ajo e kishte kuptuar, ose ai, Luana e kishte kuptuar shumë mirë, se cilët ishin këta që e kishin kthyer në atë në transgender. Dhe çfarë lloje luheshin, sa para luheshin. Ndërkohë që nëse ka një operacion 3 milion euro, siç doli tash, 3 milion euro, po ti 3 milion euro mund të kurosh 3.000 të sëmurë kanceros. Me 3 milion euro, 3.000 të sëmurë për një person që kërkon të përshtatësi ideologjinë e vetë kundrejt një seksit të caktuar, ti mund të qërosh me ato lekë që u dhengan taksa paguçish amerikana apo europiani, u dhengan kaq kollajti, ndërkohë që ti ke probleme kanceroze të panumërta me shëndetet onkologjike të qytetarëve. Dhe ty shpeshherë ballafaqohen me ilaçe të skaduara, këta me sëmundje tumorale. Ballafaqohen me mungesë. Ballafaqohen me mangësira të tejskajshme për distribuerëve vetes për një jetësjatje apo për një lehtësim të dhimbjes. Ndërkohë që ky pse ka një mendje, ka një ideologji, ka një kulturë arsimore apo ideologjike të imponuar, për shkak se disa shoqata duan të projektojnë njerëz, të fitojnë projekte, edhe unë them me plot gojë i nderuar gazetarë. Të mbyllen sa më parë. Ashtu si shoqatat mjedisore prodhuan probleme mjedisi, prandaj edhe e kam mbyllur shoqatën time, nuk e them rastisht, e kam mbyllur 15 vjet përpara. Ashtu të mbyllen dhe shoqatat që i shërbejnë pikërisht kauzave të komuniteteve të tilla apo zbatimit të ligjeve të fshehura mafioze këto ligje, hajne këto ligje, jo familjare këto ligje, kundar natyrës këto ligje, kundar Zotit ky ligj i pambrëmshëm. Kështu që në kuptimin e shoqata jam i bindur sot që si ato mjedisore këto të mbyllen dhe po të duan të krijojnë institute dhe instituti të bazohet mi studime, mi vepra shkencore, se këto të citojnë një sociolog apo një politolog amerikan apo tuaj, edhe duket sikur ai është e vërteta, edhe gjithë narrativa rrjedhja e tyre merr jetë sepse ka thënë ky që ti mund ndjesh e ti mund bësh. Kush ta kështu më vë? Kush je ti më vë që merr përsipër jetën e fëmijëve, qofshin minorë, po qofshin edhe njëri i caktuar. Kush je ti mori? A e di ti gazetare ta mbaroi ti që mos i lot qytetarët. Unë kam bërë një bisedë 2 orëshe me nxënësit e klasave 7, 8, 9 në një shkollë të caktuar në Ndeqare. Dhe mbas meje ka vatur një LGBT-s. Dhe ç'a ndodhi? Drejtoria e arsimit Tiranë mua më censuroi
ku fëmijëve u ngazëllenin syt nga shkëlqimi nga dituria që dhanë dhe morën, edhe ata më dhanë mua dituri, apo pyetje me vend, ose një dashuri të pakufishme për kafshët, për natyrën, për mjedisin, dhe unë u censurova aty. Nuk u censurua ai LGBT-s. Imagjino kjo një vit përpara. Imagjino tani me këtë ligj. Ata janë fuqi plot. Ata kanë pikat kyçe të drejtimeve, të qeverive, të partive, të politikave në gjithë globin. Dhe ata nuk mbajnë, sepse janë pervers. Duke qenë pervers kanë dhe fuqi të djallit të mbinatyrshme për të bërë kësi gjërash të ulta të këqija. Kështu që mendoj që është një, them për të fundit herë, të mbyllen shoqatat si mjedisore, si këto sociale, të mbyllen projektet për gjëra të tilla që denaturojnë njeriu, pra. E denaturojnë njeriu. Dhe nuk ka qenë direktivë e detyruar nga Bashkimi Evropian, sepse po që për direktivë të BE-s është burr dhe gruat. Nuk është porosi që aq më tepër jemi vend evropian. Se jemi vend, kur s'e kanë bërë vendet që bëjnë brenda BE-s, ç'po kemi ne duam vite, ndoshta do futemi kur në Europë, sepse Europa e di shumë mirë që duhet të pagoj shumë borxhe për Shqipërinë para se ta fusin në Europë. Kështu që kjo është e gjitha. Profesor, çfarë po ndodh me ushqimet shqiptare? Shiko, jo se është fusha ime, jo se do shumë mend, pra mjafton një qytetar i përgjithshëm e kupton që aty që kam thënë edhe me një diçka kështu si autodidakt, një mendim të pavarur, që përdoret një lloj, përdoren shumë ushqime të gabuara. Ndërto kemi që futet me tonelata në Shqipëri, është pluri i qumshit, është vaj i palmës dhe margarina, ndoshta edhe tjera. Po edhe misi që u kap, misi 25 ton që u kapën, imagjino sa mira tonë, po edhe gruri që është miell që vjen nga shteti verior. Me probleme të mëdha me aflatoksinën gruri, me probleme të mëdha me lagështinë, me probleme të mëdha me proteinën. Nuk po e futem me vlerësimin cilësor tyre ti. Se din vetë ata, gjë më thënë ti. Që gruri mos të myket, më ndjek gazetari nderuar, që gruri mos të myket, illet një kalium një ingredient, një përbërës i caktuar kimik që të ruaj bukën që ti merr mos të myket. Po në fakt ai ingredienti është kancer i gjallë. Kalium bikromat i gjë tillë. Po nuk ka rëndësi, ingredient që hidhet në bukë që mos të kalbet. Imagjino mielli që vjen ato që thash, lagështi, proteina, e kam thënë një herë tjetër. Atëherë u bën ballafaqimi i njeriu sa me miell, sa me këtë lëndën kanceroze. Imagjino me sheqerna industrial që kanë atë që quhet që quhet një lëndë kimike, aspartamus, që është në për qimçakiza, që është në për të mbërsira, që është një lloj sheqeri industrial, se nuk ekziston më sheqeri i kallamit dormik. Nuk ekziston më aty sheqeri i kallamit. Po një lloj sheqeri industrial që merret diku, s'ka rëndësi për mua, ku merret. Të lëndët tu që jepet apo po ekziston një lloj vaj që i jep një porcion i caktuar, që i jep vajit të kikirikut, apo vajit të lule djeri, futja kot një lloj vaji që kemi ne, ose një vaj të si skeqe të udhirit, i jep një aromë shumë më të mirë se sa udhiri vetë, se sa udhiri më i mirë. Kancer edhe kjo ti. Pra u thanë 3-4 kancer dhe dërshim. U tha vaj palmës, që vjen jo nga futi palmë, po vjen nga bërthama e palmës, që do të thotë që vaj është acid, ky vaj palme. Vjen me 5 lek litri, ky vaj palme. Në vend se ta elli ai që do paguaj që ta elli, këtë vaj është mbetje, do paguaj dikuaj, atje në Indokin, ai që e sjell. Dhe sa të paguaj atje, ja bleti, fiton 2 herë, një herë që do paguante për ta ellur, se është mbetje, edhe një herë paguhet sepse e merr dikush nga këta tanët dhe pasuron si përbërës vajin bashkë me një lëndë tjetër kanceroze që quhet margarinë, që e ka kile 1500 lek margarina, ndërkohë gjalpi e ka 12-14.000 lek. Imagjino që fitimi është kurrizë të shëndetit, që ky është fitimi mjedisor,
që ai nuk zbaton kushtet mjedisore dhe fiton në kurrizë të shëndetit të banorëve, të qytetarëve. Ky është fitimi. Do fitoj më pak nëse do zbatonte që jo vaj margarine, po jo përdorim margarin, që është thjesht naftë, më bujë. Pyes, del nga produkt shtazor margarina, kurse si? Produkt industrial, kancer i gjallë. Ky sheqeri del nga një produkt bime, si dikur kallamin maliq? Jo, del nga një industri e caktuar që ka aspartamus. Ky vaj që blihet diku si arsen, që shtohet vajrave të dobët të udhit ose vajrave të tjerë, vajrave të pushkës, do thoshja unë. Ky mbasi shtohet jep një aromë të vajit të udhit. Është aromë esencë. Është kancer i gjallë dhe kyt. Thamë dhe bukën. Mielli e proteinat të ulta lagështime kancer. Po thamë dhe gruin ose bukën kur gatitet me një lloj përbërësi që mos marrë myk, kancer i gjallë. E pastaj vim ke shumë përdorime që njeriu ballaveqoret me qumshin plur. E tha dikush, çka kemi qumshin të? Po pluri qumsh ai. Pluri është qumsh. Pluri që vjen nga Kina dhe. E para që është një 20 vjet, 30 vjet atje në për depozita. E dyta ma thoi në përbërjen e qumshit. Ma thoi edhe 30% bulmet organik, 40% po të blesh djathtë në supermarket. Nuk po them emrin pra. Jo se kam frikë, po le, do ta dëgjoj nga një tjetër, do ta marrë vesh. Ose e kuptoj. Djathtë, nosja ime. Djathtë filanta. Po supermarket më nose. Ç'është kjo? Djathtë me ke miku jon atje në rreth të morit, ke ymeri bie fjala, që kemi ne mik. Djallëje me porë ka lezet. Po djathtë me si një sistem. Djathtë që nuk ka një porë, nuk ka një porozitet. Nuk ka porozitet, që djathtë do të ketë porozitet pra. Edhe djathtë është miell i tërë, po që është i mbushur me një seshte. Ky djathtë. Edhe ti ha një seshtet, amidon. Po është kancer, amidoni pra. Është kancer i gjallë, amidoni. U i mbledh tash gjitha këto ti, po nuk janë pak. Po ke mishin që vjen i paketuar nga jashtë. Po ke sallamin që vjen nga pikërisht përsëri nga jashtë, edhe mënyra vetë kur thon ata të librave të jogës që kemi neve aty. Të shohim se si bëhet sallami nuk të vjen kurrë në mendje edhe pa ngjan thjesht. Nuk të vjen kurrë në mendje ta sallam. Dua të them që veç atyre që janë të kontrolluara, janë të ekzistojnë dhe gjëra të tilla, nuk them që njeriu do të bëjë shumë kujdes. Por shumica e gjërave që ballaveqohet shqiptare, aq më tepër që është një treg jashtë tregut evropian, ose nuk pranohet shumica e perimeve, bimëve, mandarinat që dolën tani, misri që doli 25 ton nuk ka. Po sa mi ton ka shpëtuar AKU-s misër me myk? Po ç'është myk? Është aflatoksinë. Myk e thot ai thjesht. Po është helm i gjallë, kancer i gjallë. Sepse nga e them unë, nga e kuptoj, numri i lartë i kancerave. Jo thjesht në një moshë mbi 70, 65-60, po është në moshë 35 vjeç, kam njerëz të mirë, të afër në familje. 35 vjeç me kancer. Kur engri ky me stomake, me gjëra, kur u lof stomaku, kur u infektua stomaku, kur u infektua 35 vjeç. Kancer i gjallë. Pra janë pikërisht to, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Të rrallë janë ata që mund shpëtojnë ose që mund ta përdorin me pak, si punë ime. Përdor pak nga këto që tash, ose hiç fare. Mundohem të gjej atë që ekziston akoma në Shqipëri. Ta gjesh atë ku është burimi më i mirë, më i sigurt, më i kontrolluar. Që mund të jetë në supermarket, mund të jetë në shtet, mund të jetë në pazar direkte atje ku merret, duke porositur etj. Dhe dua të them që gjuna që ky popull goditet, prandaj është agresiv ky popull. Sepse i elmuar truri më ti, gazetari i dashur. I elmuar truri pa me gjithë to karbone, me gjithë to diokside të karboni, me gjithë to okside azoti, me gjithë to okside squfri, me gjithë to metale të rënda që merr njeriu nga këto ushqime që përmenda, janë metale të rënda gjalla që të gjitha këto. Çfarë është margarina? Metali i rënd i naftës që bëhet. Dhe të gjitha këto përqendrohen, e kemi thënë kaq herë, edhe bashkë bile, përqendrohen në organe të caktuara ku njëri ka atë pozicionin e vet sistem nervor, njëri në sistem gjaku, njëri në sistemin e qarkullimit gjakut, njëri në organet ripolluese, njëri ka këto organet e tretjes, mëlçie, dhe ti pastaj shef që si ka mundësi ky e dëgjon i pasumur, pa pirë asnjë ilaç,
dhe ti e shikon që është me kancer. Që është kancer? Që te njeriu është 5% kancer dhe 95% organi i shëndetshëm, edhe ky 5% rritet dhe nuk të jep dhimbje, të ha nga brenda si një mole, dhe për shkak të këtyre faktorëve të jashtë, që janë këto që përmenda, që janë pak. Se 1-2 njeriu edhe mund ta përballonte, po nëse ato vinë 7-8-10, të gjitha në tuf, diku vaj berthame të palmës, diku margarin, diku qumush plurt, diku tonazhe me misër me myk aflatoksin, diku ke atë që shoqërohen me kalium bikromat që për mos kapur myk buka, diku mjell me pa proteina dhe me lagështi. I mbledh të gjitha këto dhe është ushqimi bazë joti, 90-99%. Është diku sheqer jo industrial, jo sheqer industrial dhe jo kallami. I mbledh të gjitha këto dhe del shumatoria e një njeriu kanceroz. Pra kjo është, nuk e di, duhet të uli bëjthirje ose shteti në bashkëpunim me disa përsëri shoqata në këtë rast, ose organizata kriminale, brenda vendit dhe jashtë vendit, kërkojnë që të zhdukin Shqipërinë në forma, jo në forma luftë, sepse në luftë nuk e dolën dot, por në formë tjetër që janë pikërisht siguria ushqimore. Profesor, një ngjarje e rëndë ndodhi në Berat ku një 42 vjeçar Geli Hoxha u vra nga një person për shkak të një kali, le të themi, për një lloj që në media thuhet për pagesën, por ka reaguar edhe bashortja e të ndirë duke theksuar që nuk ka qenë për shkak pagesës, por ka qenë për shkak të një irritimi që pat i zoti i kalit për shkak se vajza e vet donte të bënte një foto. Çfarë ka ndodhur realisht, profesor? Kjo është turpi më i madh që ka ndodhur Beratit, sepse unë isha përgatitur që do thoshja me lejen e komisariatit policisë apo të shefit krimeve që për 5 vjet 5 milion turista nuk kishte bërë kur e mundur nga qytetarët Beradas që dikush turist ta ankohesh për një sjellje jo qytetare, për një gest jo qytetar, për një vepër ofenduese, apo jo më kriminale jo se jo. Dhe ky vuri ka pak. Pra vetëm një veprim i tillë, unë nuk e quaj as të shmendur, po një monster që kishte bërë 3 vrasje, një në Shqipëri, një në Greqi dhe një më pas, 3 vrasje, dhe e vetmja përgjegjësi e madhe që unë e kam thënë një vend tjetër, në emisionin tim Rajin Tona, është e qytetarëve që e dini se çfarë monster është, që e dini që zihesh me gjithë, që e dini që ishte ajo veshje, ajo pamje makabre për monstre që ai ishte në shërbim të turistëve, që ai të gjë mund të kishte bërë dhe me turistët, dhe arrin për një fjalë, për një gest, për një vepër çanë që e ka shumë e vogël, edhe sikur të ketë bërë një gabim pa dashje njeriu qytetar i madh anglez Tropojan, imagjino nga Tropoja ti me çka kënaqësi e ka ardhur ai në Berat. Edhe mua aty të them të drejtën, 10 ditë nuk më ka zënë gjumi në shtëpinë time, si Berat si në Tiranë, për këtë djalë që as e njihja, po vetëm që ishte i gjatë, e mendova që është Tropojan patjetër, se pash dhe në foto dhe me vërtet ishte Tropojan, një djalë i shkëlqyer, një baba i shkëlqyer, dhe ti ndodhi se goca donte, gjoja u tremkale, absolutisht jo, nga këto ti. Le të themi një mikro debat që çdo njeri mund ta bëj për ditë në një moment caktuar. Le të themi, po nuk bëra foto të kali, po jo po kali su trem nga mua, gjë e tillë, edhe ai aq monster ishte ti, sa merr thikën dhe e gjuan në një vend të fshet, delikat, duke qenë dhe trup vogël, ky djalli, si ishte djall, prandaj ishte 1,60 i gjatë, djajt janë të shkutër, të dëbët, të shëmtuar. Djall. Me imagjino këtë, mbret, Tropojan, king, djalli. Dhe ky e gjuan në një vend likti, sepse kishte mësuar djalli që aty gjaku nuk shteret kurrë. Edhe e vrau në një damar që e dinte mortja, edhe pabesi, se thika është pabes, ndërkohë që është jashtë kanuneve të Tropojës, të kanuneve të Shqipërisë, që merret shpata, pistoleta, edhe ka valle që dilet në dyer. Bile lutet njëri tjetrit dilte në dyer i pari. Lutet sot pas kanunit pra. Nëse ky i vajti mori tikën dhe pas shpine dhe thiri dhe ja nguli me njerë. Pa bërë debate, pa
kjo është një turp i madh që i ka ngelur Berati në radhë parë, shoqërisë shqiptare që pikërisht për të ngjarjeve të tilla politikës, të një fjalori zhargon që diku e tham në një emision bashkë, që është fjalori midis zëvendës kryeministit dhe kryeministit, fjalor zhargon aktë të sjellje, po e themi kështu gjuhë latine, arrogant. Po arrogant, kujdes, ka fjalë në rrugë brenda, rrugaç, arrogant. Është i rrugës. E thash pra. Dhe kjo jep një atmosferë. Sjellja e politikës, e politikanëve, e qeverive, e qeverisjes, jep një sfond, background, gjuhë moderne, sfond. Jep ato që quhen fera të shoqërisë. Gjithë politika shqiptare fair. Jo fair purgator, fair i Dantes. Fera gjëmbaç, të shpon sjelljen tënde personale, të shpon jetën familje, të shpon xhepin, të shpon ekonominë. Gjithë sjellja politike e politikanëve që prandaj edhe hoqja dorë, sigurisht që keq më erdhi që siqofse heqim dorë gjithë ne profesorët, do ngelen pikërisht fera atje. Ikën ky trëndafil, do ngeli fera. Edhe ferat kanë ngelur. Tu është drejt. Po këto fera përgatisin një situatë me gjëmbaç. Edhe nga këta gjëmba, që pothuajse shoqëria shqiptare agresiv, shumë pak e nisin fjalën me të lumshin duart, me fjalë të bekuara, me faleminderite, me të qeshur, me të qeshin syte, me fjalë që bëhet. Po unë kam me mira bashkëpunëtor që fillojnë fjalën nuk bëhet profesor. Nuk është kjo kështu. Me mira. Edhe unë në kundërbijet e mos e fillo kur nga nuk mos. Pra, një shoqëri me gjëmba, e del një gjëmbaç më i madh, që është ky mostra. Unë do kërkoja ndihmë që një adresë të krye familjarëve, familjes së të ndjerit, do kërkoja një adresë dhe dua pavarësisht 10 ditë, 20 ditë, dua t'i vete t'i shpreh një puthadore, një fjalë falje, skuza, që quhen këto, në emër qytetarëve të Beratit, në emër qytetarëve të Shqipërisë, kush jam unë do thuash, një qytetar i thjeshtë. Se bëj që unë përfaqësoj ata, qytetarët e Beratit. Po kam dëshirë se s'kam fjetur gjumë 10 ditë për të djalë pa e njohur. Dhe sigurisht më vjen keq për qytetin tim që të marrë këtë dogm, këtë vull, këtë një lloj embleme negative. Edhe kush e di sa vite do duhet që të largohet. Tu s'është larguar humbja e Gjergj Kastriotit në Berat, nuk është larguar. Nuk është larguar humbja e qeverisë komuniste në Berat në 22-3 tetor, kur u bë atëherë. Po ka ndodhur gjëra shumë të ndryshme në Berat. Me të vërtetë qytet i bukur me njerëz të paqëm, po qëllon njëti që i fshin gjitha. Kjo më vjen ajo grinda dhe zëmrata dhe një farë dhimbje për qytetin tim. Si ka mundësi që një veprim të fshi kaq të mira. Por unë besoj se Berati do ngrihet prapë qytetaria e Beratit mbi këtë vepër vrastare, por vetëm i lutem Beratit të jenë, atë që kam thënë në emision, spiuna pozitiv. Por nuk është keq të thuash që ai e hedh plerën rrugës, ai sillet shumë keq, ai ofendon turistat, ai ka një ego të shfrenuar, po ai është edhe psikopat është gjë e bukur gjë, se psikopati s'bën keq, po skizofren për shembull, edhe mund ta thuaj edhe duan treguar ata. Duan gjetur vendi në atë që ata meritojnë. Si mund të jetë ai bashkë me mua në tavolinë mo e ke ata, prapa kurrizit e ke, në restorant. E ke në rrugë, apo se janë në rrugë të ngushta, Berati, Mangalemi, Kalaja, janë rrugë të ngushta, e ke në rrugë më ata, e ke në rrugë. Dhe bashkia Beratit mban në përgjegjësi që nuk ka mundur që të vëri atje me kal persona institucionale më bujë. Persona le të jenë privat, po persona që komandon dhe qeverisë bashkia mor. Sa bukur bashkia e do Kalane, pastrone, bën kështu ndryne. Sa bukur për një dritare, jo çaj dritare, për një vrim kështu gozhde. Do marrësh lejen bashkiti, edhe lejen e muzeut. Mirë gat. Po për sjelljen që shkatron një jetë qytetit të tërë, po për një taks aty të hysh në Kalane Beratit, të hysh pa taks, hyn çdo njeri. Po ky që i shërben tuajve të jetë një njeri zhele, një monster të jetë ky njeri, po kjo është shumë e rëndë. Që bashkia mos kontrollojë dot territorin, administrimin e saj, njerëzit e saj, shumë e rëndë. Që do të ketë njerëz me papion më të vesh, po ikën në Varshavë, në Krakovë.
Ik në Vjenë, që do gjesh ta që shërbejnë për këto shërbime private, individuale, po janë fantastike, po janë si të mesjetës, me veshje nga më të mira. Edhe ky Beraci, ky Mortja, ky Mostra, le të vishesh me rroba karakteristike të Beratit, dhe që janë, po vdesin rrobat e muzakeve. Po vdesin. Muzaka e Berat, muzaka, Topia, Berat, Skrapari, muzak. Po vdesin këto rroba, ma pse mos ta mbajnë këta që janë në pozicione të tilla aty, edhe kjo e bën që ai edhe mos ta përdori etikën, sepse vetë veshja i jep një pamje dhe një sjellje tjetër. Unë kërkoj shumë të falë, nuk e di se kompenson ku, fjala ime falje familjes së të ndjerit Tropojan, por do doja shumë që ti vete të ndodhen pranë, nuk e di se si mund ndihmoj në atë familje.